Përshëndetje gjithëve, pulë me kërpudha dhe spinaq të përgatisim ditën e sotme. Jo vetëm që përgatitet shpejt, por është edhe tepër e shijshme. Pa diskutim që kjo recet është edhe e shëndetshme. Në fillim do merremi me përgatitjen e pulës. E kam prerë pulën në pjesë të vogla, e kam vendosur në një tenxhere, fillojmë t'i shtojmë erëzat, në fillim krip, pastaj piper të zi, mix erëzash dhe në fund fare vaj ulliri. Mund ta lini pulën të marinohet për një natë, por edhe nëse nuk ju pret koha, mund ta përgatisni në moment. E vendosim pulën në zjarr. Unë gjithmonë punoj me temperaturë të ulët, ul temperaturën derisa të arrini që pula ka filluar të skuqet. Sigurisht që i vendos gjithmonë kapakun që pula të zbutet plotësisht. Ndërkohë që pula skuqet, kemi një qep mesatare, e presim qepën në pjesë të vogla, largoj mishin e pulës pasi është skuqur dhe në po atë yndyrn do skuqim qepën. E shtojmë qepën në tenxhere. Do t'i bëjmë një kaurdisje të mirë edhe qepës. Qepa ka filluar të karamelizohet. Në këtë moment i shtoj një vazo me kërpudha, janë kërpudha të konservuara dhe kam paketimin më të madh të kërpudhave. Kam larë dhe grirë imët 400 gram me spinaq. Sa do t'jetë sasia e spinaqit, spinaqi bie shumë nga vëllimi, ndaj edhe më shumë t'i shtoni nuk prish në një punë, qoftë edhe më pak. I shtuam pak krip, i vendosim kapakun dhe e lëm për 10 minuta. Shikoni sa shumë ka rënë spinaqi nga vëllimi. Në këtë moment i grim 3 thelpinj hudhre. I bashkojmë të gjitha bashk. I vendosim kapakun, i lëm edhe 5 minuta të tjera. Do t'i shtojmë vetëm një lugë të gjellës me salcë, jo për t'i dhënë ngjyrë, por thjesht për t'i dhënë shije. Më pas një lugë të gjellës me miell që salca të bëhet kremoze. E skuqim për 5 minuta, më pas i shtoj një gotë të ujit me qumësht. Shtojmë edhe një kuti pane. Dhe në fund fare do ta rregulloj me krip, duke i shtuar dhe erëzat radh. I shtojmë piper të zi. Shtojmë këtë miksin e erëzave, më pak se një lugë çaji krip, pasi krip kishte edhe pula. Shtoj miksin e erëzave. Por më shumë shije unë do t'i grij edhe pak arr muskat. Natyrisht nëse nuk e keni një erëz, nuk është e thënë që nuk bëhet receta. Mund ta përgatisni me erëzat që ju pëlqeni ose që ju ndodhen në shtëpi. I lëm 5 minuta sa të filloj të vloj, si e shikoni është një masë kremoze. Këtu ka mishin e pulës të skuqur, është pothuajse i përgatitur plotësisht. Vendosim mishin sipër, e sistemojmë dhe direkt në furrë për 20-30 minuta në 200 gradë. E theksoj që gjithmonë pjekja varet edhe nga furra juaj, çdo anvisë e njeh furrën e saj. Dhe ja si duket tava e përfunduar, e thjeshtë, e shpejtë dhe shumë e shijshme. Ju falenderoj që më ndiqni.